Një nga zyrtarët e hershëm të saj, një personalitet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por që edhe vetë pati problemet e tij me këtë subjekt politik në kohët e fundit, zotin Xhafer Tahiri. Zoti Tahiri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. I fundit tash, po nuk e përmenda në ikja, po në ardhje, sepse më duket se mbetet pak si i ngrirë. Në të vërtetë, jo, këto zgjedhje dhe ky momentum në historinë e LDK-s po shënon momentumin e rikthimit të madh të gjithë të djathtëve patriotëve që duan që të vazhdojnë ëndrrën e një Kosove të lirë të pavarur, sepse është Lidhja Demokratike e Kosovës ajo që e ka krijuar ëndrrën për Kosovën shtet pavarur e sovran bashkë me presidentin Rugova. Dhe vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës e fortë, e fuqishme, e hapur për të gjithë, do të arrijë që ta jetësoj në praktik këtë ëndër për gjeneratën e tashme dhe gjeneratat e reja që do të vinë. Prandaj po do të jetë një moment i rëndësishëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje, ku personalitete të jashtëzakonshme me veprimtari të dalluar në komunitet, me background të pakontestueshëm patriotik e atdhetar, me përkushtim të jashtëzakonshëm edhe për gratë edhe për të gjitha shtresat tjera shoqërore, do të jenë pjesë e listës të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit. Dhe mund të konfirmoj që po, edhe unë do të jem pjesë në këtë garë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe besoj shumë deri të premten do të konfirmohet që edhe presidentja Osmani, po edhe zonja Fahrie Hoti dhe personalitetet e tjera do të jemi të gjithë bashkë për t'i dhënë një shtysë të re Kosovës, ku për te gjuhës propagandës do të triumfojë e vërteta, ku për te shpifjeve përçarjes do të dominoj bashkimi e dashuria për njëri tjetrin dhe për Kosovën dhe kësaj Kosovës do t'i japim, shpresoj shumë, bashkë me qytetarët e Kosovës, një fazë të re të zhvillimit ku gjuha e urrëties, gjuha e përçarjes e gjuha e propagandës do të mbetet mbrapa. Është e vërtetë që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka pasur momentet e saj jo të mira, sikurse që i ka pasur momentet e saj të lavdishme, por sot nuk qëndrojmë këtu për historinë që ka qenë, por qëndrojmë për të ardhmen dhe kjo ardhmë është shumë e ndritur dhe besoj shumë që në këto zgjedhje të 7 qershorit do të arrijmë të jemi grupi ose lista më përfaqësuese për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që e duan Kosovën një vend të lirë, prosperues, një vend ku ka projekte, ka zhvillim, nuk ka propagandë, nuk ka gënjeshtra, nuk ka përçarje, nuk ka gjuhë të urrëties, ka më shumë dashni dhe më shumë punë e përkushtim për projekte që e përmirësojnë jetën e qytetarëve.